kjo lloj mërie popullore, domethënë ndaj dy partive të mëdha, po Partia Socialiste është në pushtet, Partisë Demokratike që nuk e shikojnë si shpresë. Pikërisht nga qëndrimet e kryetarit, sepse ajo është parti personale, këtë e kanë kuptuar gjithë shqiptarët, bile në sondazhe del dhe një element tjetër. Mbi 80% e qytetarëve shqiptar as u ndjen fare se ç'bën Partia Demokratike. Po se Berisha ka një qëndrim të paktën që ka vjet që e kupton dot në përgjithësi klasa politike, çfarë thot sot nuk e thot nesër. Nuk është se ka një strategji ose ka një ideologji të qartë lidhe me atë çfarë bëjnë. Paktën në ana strategjike që se në ana strategjike ti e përcakton në fushat caktuara për sistemin e drejtësisë, për ekonominë, për marrëdhëniet me biznes, për çështjen e investimeve dhe drejtë gjeopolitika, që ti ke ndërtuar një strategji se si do sillet kjo parti. Dhe në momentin që zoti Berisha ma këtë qëndrim, ai në parim është në rregull që për investimet e huaja jam pro, sepse mund gjesh një person që thotë unë nuk jam pro për investimet e huaja. Këtu shtrohet problemi aty në Vërnec, nëse është cënuar drejta e pronës dikuj apo jo. Se dikuj cënohet e drejta e pronës, atëherë normalisht duhet dalim gjithë secili se nuk mund të presim në të na vijë keq aty dera shtëpisë tonë. Po nëse nuk është cënuar drejta e pronës dikuj dhe marrëdhëniet aty janë marrëdhënie mes privatëve, siç edhe shprehen, atëherë kjo merr tjetër kuptim. Po s'po i futemi kësaj, po i futemi i faktit që unë nuk e shoh domon këtë deklaratë zotit Berisha një deklaratë konfuzioni në këtë rast. Jo, me që thotin driti që e anulloj foltorin që t'i linde rrugë këtyre. Kështu lloj kontradiksione, kështu lloj absurde shka gjithi, pa ai mohene, ai ka vunenin vet, që Menenin Basha, që në momentin që kryetari humbet zgjedhjet, është përjashtuar automatikisht. Dërhiqet pa revokueshme dhe deli u thot gjithëve që kjo nuk vlen se më ka 10 votat. Ndërkohë absurdin e shton absurdin. Pse e shton absurdin? Le që thënë një rregull bazik mirë, mbi cilën ka ndërtu gjithë riardhjen e tij në krye të PD-s. Po ka thënë edhe Rama as mi vjedh do të mu votat. Pra dy çështje, të dyja kundra, ky kthen të dyja në favorit vet. Domthonë këtu të fut në absurd. Dhe thotë gjithë tjerëve mos flisni, sepse ju e pësoni si Saliani. E bën hero para 3 muaj, Enver Hoxha të bën armik, masi të përdorte mirë, thoshte edhe armik. Ky për 3 muaj thot armik, nga mik. Para 3 muaj unë isha me të drejtë kundra Salianit, sepse thoya, duhet ketë politikani shtyllë kurrizore, mos projektoni dëshira. Sepse politika është shumatore e vazhdueshme e qëndrimit dhe e veprimtarisë tënde politike.